Du jap një rast. Në Shkodër, një nxënës i cili kishte probleme me drejtsinë. Ne shpesh nxënësit të cilët kanë probleme me drejtsinë ne mundohemi t'i mbajmë sa më larg për shkak të një paragjykimi që ekziston, që për mua realisht nuk është e mirë, por në të vërtetë gjendemi t'i zesh pjesa e paragjykimit. Dhe ky nxënës me mbështetjen e shokëve u bë pjesë e një grupi artistik të shkollës së tyre dhe me mbështetjen e tyre ai arriti që pikërisht vlerësimin me kup të shkollës ta sillte nëpërmjet duarve të veta. Në momente të veçanta shoqëria, shkolla ndoshta i nëvlerëson. Por unë gjithmonë jam i prirur të them se gabimin në jetën tonë të përditshme janë njerëzore. Falje shujnore. Dhe asnjëri prej nesh nuk ka të drejtë paragjykoj, përkundrazi. Secili prej nesh ka nevojë që t'i zgjasë dikujt dorën dhe ta bëj pjesë të suksesit të përditshëm. Kjo ishte gjë më e mirë dhe më shumë se asnjëri tjetër, ne realisht kemi nevojë për vlerat të kësaj natyre.